Manuel. Sport në radion tuaj. Vjen për ju çdo javë. Me emocionet e Skënderbeu të këtij sezoni. Në këtë vit jubilar. Me emisionin sportiv, ne vim për ju me të tjera transmetime. Atje ku luan Skënderbeu historisë. Frekuencat 93.2 FM, 95.7 FM, 103.7 FM dhe 106.7 FM, sjellin për të gjithë. Lojën e Top Këmbës në të vetmen radio që ndjek Skënderbeun hap pas hapi, duke besuar se Skënderbeu do të rikthehet atje ku ka qenë. Na ndiqni. Ne pran jush. Dhe ju me ne. Ky është emisioni kësaj jave. Na ndiqni. Ky është emisioni sportiv i kësaj jave. Rikthehemi në studion e programit Muzik Plus me njërin mbas hapësirës së parë muzikore që ndoqëm pak më parë dhe së bashku me Kristinën ne e prezantuam që në ditën e sotme do të jetë një e ftuar e veçantë e programit Muzik Plus, tashmë mikesh e përhershme, mund ta quajmë me plot gojë si e tillë, Gjensila Mirashi, e cila është drejtuese e organizatës Think Center. Na është bashkuar në këtë momente në studio. Përshëndetje Gjensila, mirë se ke ardhur. Përshëndetje vajza, shumë kënaqësi të jem sërish me ju. Edhe për ne është kënaqësi e veçantë Gjeni. Më lejo të të them Gjeni sepse Absolutisht. misia jonë është e vjetër dhe unë jam mësuar që të drejtohem. Kështu Jemi pritur. Gjeni na trego pak si ke kaluar përgjatë kësaj periudhe. Unë e di që ti je gjithmonë e angazhuar. Është një periudhë aktive, një periudhë e cila më ka mbajtur gjithë kohës në lëvizje. E lëvizja ka shumë gjëra të mira. Unë do ta vlerësoja shumë faktin që njeriu duhet të lëvizë dhe duhet të shpëtojë monotonisë dhe zonës së rehatisë, sepse në momentin që ti bie në një zonë rehatie apo në një periudhë monotonie, tendenca e rutinës është ta vras kreativitetin e njeriu. Nuk po them që lëvizja mund të bëjë çuditëra dhe hatara të mëdha, por të mban gjithmonë të gjallë, të mban gjithmonë kontakt me njerëz të rinj, të mban të angazhuar, edhe fakti që në ditët e sotme networku, njerëzit e rinj, kontaktet janë shumë të rëndësishme dhe në momentin që ti arrin të hysh në një network, asnjëherë nuk ka fund pjesa e njohjeve apo pjesa e ideve dhe sa më shumë njerëz me si energji të njëjtë të bashkohen, aq më shumë idera apo aq më shumë projekte dhe aq më shumë punë të mira vijnë nga e gjitha kjo. Kështu që lavdi Zotit, jam në këtë periudhë që lëviz shumë, e shijoj shumë, por sigurisht ka datë pisën e lodhjes së vet, por gjithmonë kalon. Është një gjë që kalon shumë. Duket se lodhja shpërblehet, me gjithë kënaqësinë e kësaj pune. Aty vjen dhe motivimi më pas. Absolutisht. Në fakt, Gjensila, së fundmi ju jeni angazhuar me organizatën Think Center. Duam të di më tepër se si lindi ideja për të pasur një organizatë si kjo dhe na trego cili është qëllimi i saj, me çfarë lidhet konkretisht puna e kësaj organizate. Organizata Think Center ka ardhur si një mision. Misioni ynë i bashkëthemeluesve, ku jam edhe pjesë, është për të kontribuar për zonën e origjinës. Unë jam me origjinë nga zona e Gorës, pjesë e Bashkisë së Malishit, dhe pavarësisht se kam lindur, jam rritur këtu, jam shkolluar e gjitha këto, një ndjesi të veçantë edhe një lidhje të veçantë kam me vendin e origjinës, kjo edhe për shkak të familjes sime, të prindërve, nga anë e babi, domethënë dhe gjyshrit, sa ata e kam nga kjo zonë, më kanë mbajtur gjithmonë të lidhur me historinë, me traditat, me kulturën, me zakonet, edhe me folklorin që ka kjo zonë, duke qenë se unë kam studiuar gjuhën shqipe, letërsi, dhe në periudhën kur kam studiuar dialektologjinë apo edhe pjesën e folklorit, jam bërë akoma dhe më shumë kurioze dhe më shumë kurioztare për të pyetur gjyshen në lidhje me këngët, me traditat, vallet, apo edhe me këtë pjesën e ninullave, gojdhënave e të tjera me radhë. Jam shumë e lidhur me atë zonë dhe dëshiroj që të jap një kontribut kryesisht aty, prandaj Think Center është vendosur me selinë në qytetin e Malishit. Ne jemi të përqendruar kryesisht në 5 shtylla kryesore, ku është mjedisi dhe ekoturizmi, demokracia, vendimarrja, rinia, janë gratë dhe vajzat dhe gjithashtu një pjesë tjetër është edhe sipërmarrja sociale. Të gjitha këto në shërbim të komunitetit për të zhvilluar më tepër kapacitetet, qoftë të rinjve, qoftë të vajzave dhe grave, apo edhe të fermerëve, me qëllim zhvillimin e turizmit dhe përdorjen e të gjitha aseteve turistike apo dhe agroturistike që ka
kjo zonë në zhvillimin e komunitetit. Gjithashtu duam të japim edhe një shembull të mirë për të gjitha vajzat dhe djemtë e rinj të cilët kanë emigruar ose migruar, nëse kanë migruar brenda vendit siç jam unë, emigruar me familjen time, familja ime ka ardhur në qytetin e Korçës, ashtu një pjesë e madhe e asaj zonës, kryesisht flas për zonën e Gorës, janë të migruar në Tiranë dhe në Durrës ose në Vlorë, flas brenda Shqipërisë, kurse për emigracionin më pas normalisht është i pafund edhe duke filluar nga shteti ymë Qinj edhe duke mbaruar në Amerikë apo edhe në Australinë e largët. Në vërtet. Kështu që ne jemi të shpërndar, por dëshirën për të kontribuar nuk na mungon, her pas here ka iniciativa të vogla dhe ne menduam që pse jo të mos grupohemi dhe të japim një lloj kontributi jo vetëm për atë zonë, por për të gjithë komunitetin e Bashkisë së Maliqit, edhe më pas duke parë mundësinë që ne jemi të përfshirë shoqërinë civile, kemi vite, unë aktualisht kam bëj 16 vite që jam me përfshirë shoqërinë civile, gjitha rrjeti i kontakteve dhe bashkëpunëtorëve nuk na mungon, përkundrazi, e kanë mirëpritur shumë mirë, gjithashtu e kanë mirëpritur shumë mirë edhe komuniteti që vlen për t'u theksuar, e kanë mirëpritur gjithashtu në një bashkëpunim që jemi edhe me Bashkinë e Maliqit e kanë mirëpritur si iniciativë dhe gjej këtu rastin edhe për ta falendëruar. Kështu që kemi gjetur një terren shumë mikpritës, jemi kthyer në shtëpi, edhe mendoj që gjitha kjo ka filluar shumë mirë, edhe fillimi mirë gjysmë e punës, dhe ne tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se të ndezim më shumë motorët për të vazhduar atë mision që kemi nisur. Dhe ne do të vazhdojmë të flasim më konkretisht për një prej nismave tuaja më të fundit, që është Rintur Sklap, por në këtë momente do ndjekim një hapësirë muzikore. Vjen kënga Unë kam një mik nga Isli Islami, rikthehemi pas pak në studio me Xhensilën. Unë kam një mik, zemra ime është e fort me të çdo ditë. Jeta ime është e plot me të çdo ditë. Unë kam një mik, unë kam një mik, unë kam një mik. Dashuri dhe shpresa ime më jep çdo ditë. Në shtëpinë e tij unë jam, jetoj çdo ditë. Për jetë një mik, për jetë një mik, unë kam një mik. Zemra ime është e fortë me të çdo ditë. Jeta ime është e plot me të çdo ditë. Unë kam një mik, unë kam një mik, unë kam një mik. Dashuri dhe shpresa ime më jep çdo ditë. Në shtëpinë e tij unë jam, jetoj çdo ditë. Për jetë një mik, për jetë një mik. Një mik unë kam, një thot, një hap, një perëndi, shliruar janë, ka gjaku dhe kryqiti, Jezusin ka, i vetmi sot perëndi, shpëtuar janë, ai është dashuri në përjetësi. Unë kam një mik, zemra ime është e fort me të çdo ditë. Jeta ime është e plot me të çdo ditë. Dashuri dhe shpresa ime më jep çdo ditë. Unë kam një mik, unë kam një mik, unë kam një mik. Zemra ime është e fort me të çdo ditë.
gjallë, i gjithë pranishëm sundimtar, Zot i dritës luftëtar, i gjithishëm shpëtimtar, Zot universi shpirti gjallë, mik për jetë unë kam, Zot i dritës luftëtar, i gjithë fuqishëm fitimtar, Zot universi shpirti gjallë, i gjithë pranishëm sundimtar, Zot i dritës luftëtar, i gjithishëm shpëtimtar, Zot universi shpirti gjallë, mik për jetë unë kam. Gjeni, nisma juaj e fundit me organizatën Act Think Center është Rin Tours Club. Jemi kurios të dim se si po përfshihen të rinjt në këtë nismë dhe cili është rezultati që ju doni ta arrini. Faleminderit shumë për pyetjen, Kristina. Rin Tours Club është shumë i dashur, jo vetëm për mua, por për të gjithë të rinjt, edhe ne kemi marrë këtë iniciativë në kuadër të programit Shkëndija, i cili është i zbatuar nga Koplan dhe i mbështetur nga Ambasada Amerikane. Për këtë vit ne menduam që të jepnim një kontribut në pjesën e turizmit, duke promovuar atraksione turistike që ndodhen në territorin e Bashkisë së Maliqit, por jo vetëm, por edhe pjesën e kulturës, traditës, agroturizmi nëpërmjet Rin Tours Club. Rin Tours Club ka si qëllim promovimin e këtyre atraksioneve turistike, sikurse e thash, nëpërmjet të rinjve. Pra të rinjt janë ata promotorët të cilët bëjnë pjesën e promovimit të atraksioneve turistike nëpërmjet guidave të ndryshme duke lëvizur në zona të ndryshme. Ne kemi bërë disa guida shumë interesante, e kemi promovuar ato dhe në rrjetet tona sociale, gjithashtu kemi marrë dhe foto dhe video nga të rinjt të cilët janë të shpërndarë në gjithë territorin e Bashkisë së Maliqit dhe i kemi promovuar ata. Dëshira jonë është që vetë të rinjt të ndërgjegjësohen për gjithë këtë aset të madh që gëzon ky territor, edhe të mundet ta vënë në shërbim të tyre për të krijuar edhe mundësi punësimi, por edhe për të ftuar sa më shumë turistë vendas të huaj, edhe për të zhvilluar më tepër pjesën e turizmit në të gjitha dimensionet e tij. Nga eksperienca juaj, Gjensila, sa të hapur janë të rinjt për të përfshirë dhe sa të gatshëm janë për të bërë pjesë e nismave të tilla? Unë jam befasuar, sinqerisht, jam befasuar shumë sepse kam parë që ata janë shumë të dashuruar pas pjesës së turizmit. E kanë kuptuar të gjithë. Tashmë nuk besoj që në Shqipëri ka mbetur njeri pa e kuptuar që ne kemi një vend shumë të bukur, e gjithë Shqipëria është shumë e bukur, edhe potenciali që kemi absolutisht duhet të transmetohet. Sot janë gjitha mjetet digjitale apo kryesisht digjitale, por edhe media në përgjithësi ekziston për të apërçuar më tepër këtë lloj informacioni. Duke qenë se të rinjt janë shumë të updateuar me pjesën digjitale, kanë shumë të thjeshtë përdorimin e teknologjisë, e kanë kuptuar shumë mirë që ata janë vërtet një aset, edhe janë vërtet promovues edhe promotor shumë të rëndësishëm dhe aktor shumë të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit në zonën ku ata ndodhen dhe duke qenë në një territor të saktuar, duke kapur një peizazh, duke bërë një foto, duke na dërguar një video apo një reels, ata bëjnë një punë shumë të mrekullueshme. Dhe një person tjetër që nuk e ka ditur ekzistencën e një itinerari të saktuar apo një peizazhi, atraksioni turistik, e shohin nëpërmjet këtyre materialeve multimediale dhe bëjnë kurioz për promovimi. Po, absolutisht, është promovimi. Ne kemi dashur që nëpërmjet shkëndijës të bëjmë këtë shkëndijën, të japim atë shkëndijën e zhvillimit të mëtejshëm të pjesës turistike. Për këtë kemi pasur dhe mbështetjen e sektorit të turizmit, të rinisë dhe rekreacionit, pjesë së Bashkisë së Maliqit, dhe gjej këtu rastin të falenderoj bashkëpunëtorë si Koplanin, Ambasadën Amerikane dhe Bashkinë e Maliqit, e cila është shprehur e gatshme për na shoqëruar edhe për gjatë udhëtimeve tona, dhe duke bërë më interesante këtë pjesën që ne të gjithë së bashku si shoqëri civile apo edhe institucione duke u bërë bashk në të mirë të komunitetit dhe sigurisht të rinjt janë kryefjala e gjithë turit edhe apo turave turistike që ne kemi zhvilluar sepse ata janë motori vërtet i nismës. Si mendoni që do ta vazhdoni nismën
në muajt në vijim? Ne mendojmë që nisma do të ketë vazhdimsi sepse itinerare nuk mbarojnë aty. Ato ishin thjesht disa shkëndija, sikurse e thash, ishin vetëm disa itinerare të cilat ne i zbuluam ose ato ishin aty, më mirë të themi, nuk është se ne bëm shpikje, ato ishin aty thjesht i vëmë në pa, i evidentuam, i promovuam më tepër, por ka shumë për të zbuluar, ka shumë për të eksploruar dhe ne jemi gjithë me dëshirë më të madhe, kemi gjithë dashamirësi më të madhe që të na bashkohen edhe të rinj të tjerë, të na bashkohen edhe pjesëtarë të tjerë të komunitetit në mënyrë që të gjithë së bashku të mundet të evidentojmë një pikë turistike ose të evidentojmë qoftë një peizazh të caktuar, sepse zona është pafundësisht e bukur, ka pafundësisht, duke qenë se është e shtrirë në dy dimensione, po themi, është pjesa malore dhe pjesa fushore, ka pafundësisht gjëra për të zbuluar dhe për të treguar, kështu që më mirë se sa vetë të rinjt apo vetë komuniteti që jeton aty nuk e njeh dikush tjetër që mund të vijë. Kështu që ne jemi gjatë gjithë kohës në bashkëpunim me të rinjt, me komunitetin, me banorët që jetojnë në të gjithë territorin e Bashkisë së Maliqit për të evidentuar dhe promovuar çdo lloj aseti që përbën interes në turizëm. Gjensila, ne dim paraprakisht që përmes organizatës suaj, Bashkia e Maliqit u përfaqësua për herë të parë në panairin e organizatave të shoqërive civile në Tiranë. Mund të na tregosh më tepër se si u pritet atje dhe çfarë do të thotë kjo për organizatën tuaj? Ne u përfaqësuam për herë të parë, qoftë si organizat, por edhe qyteti i Maliqit u përfaqësua për herë të parë në panairin e organizatave, i cili zhvillohej në qytetin e Tiranës. Ishte viti 6, i zhvilluar nga Koplan, edhe kjo me mbështetjen e ambasadës amerikane. Ishte shumë interesant fakti që përkuan datat edhe me javën amerikane dhe eventi ishte fantastik, kishte një pjesëmarrje shumë të gjerë nga të gjitha organizatat në të gjithë Republikën e Shqipërisë, por gjithashtu dhe aktorë të rëndësishëm, siç është Ministria e Kulturës, edhe në atë ditë ishte edhe Ministria e Kulturës. Gjithashtu si temë kryesore e këtij viti ishte angazhimi të rinjve apo edhe të gjithë personave të komunitetit me nevoja të veçanta, dhe aty ishte edhe një aktor ndjes për emra, dhe unë jam shumë keq me emrat, që është amerikan dhe i përket komunitetit personave që jam aftësi ndryshe, ai donte të promovonte dhe e ka promovuar më së miri faktin që gjithë ne mund t'ja dalim. Ne me Rim Tours Clubin jemi përfaqësuar duke promovuar disa nga asetet e turizmit, siç janë edhe punëve të dorës, pjesë e traditës dhe e kulturës së Bashkisë së Maliqit që vjen nga duart e vajzave dhe grave, por gjithashtu vlen për të përmendur që pjesa e nismës së Rim Tours Club janë edhe të rinj të cilët janë me aftësi ndryshe. Pra ne jemi gjithë përfshirë gjatë gjithë kohës, duke u munduar me të gjitha mundësitë që kemi për të angazhuar të rinj pa bërë asnjë lloj diferencë, përkundrazi gjithmonë e më shumë përpiqemi që të evidentojmë të rinj të tjerë në mënyrë që t'i bashkojmë në komunitetin ton për t'u integruar së bashku. Për t'u kthyer sërish tek pyetja, ishte vërtet shumë fantastike gjithë organizimi. Ne falenderojmë shumë Koplani, sepse po dhe Koplani është organizatori kryesor i panairit të organizatave, pra si një bashkëpunëtor i mirë, ne i kemi zgjatur dorën, ai kanë dhënë dorën dhe po bashkëpunëtojmë, po themi, së bashku në disa nisma, kështu që jam e bindur që shumë shpejt do kemi edhe angazhime në të tjera, qoftë me Koplana ose edhe me organizata të tjera, siç është për shembull Partners Albania. Partners Albania jemi në dy nisma shumë të rëndësishme. Është Partners, kur thua Partners, ke thënë një organizatë shumë të rëndësishme dhe të fuqishme, e cila sot për sot është duke bërë pjesën e mbështetjes së organizatave të vogla dhe të reja që ndodhen sidomos në zonat lokale. Dhe si Partners Albania kemi dhe bashkëpunime edhe me organizata të tjera, por më duhet të shfrytëzoj këtë hapësirë mediatike për t'i falenderuar, sepse janë partnerë shumë të rëndësishëm për ne. Edhe ndihemi shumë mirë që në atë panair, përpos faktit që promovuam punën tonë, jemi vlerësuar edhe ndihemi shumë të vlerësuar për këtë gjë. Kemi pasur edhe rritjen e networku ton duke u njohur dhe me organizata të tjera të cilat veprojnë në të katër anët e Republikës së Shqipërisë, dhe presim që
pse jo të kemi bashkëpunime dhe shkëmbime të her pas hershme, sepse këto e bëjmë më interesante punën tonë. Në fund të fundit gjithë jemi për një qëllim të përbashkët, për zhvillimin e komunitetit të madh. Duke Ose marrë edhe edhe vogël, por shembull, duke të marrë gjithë edhe Shqipërisë, shembull nga njëri domethënë. tjetri. Absolutisht, absolutisht. Nga eksperiencat e saj. Absolutisht. Nga bashkëpunimi nuk del askush i humbur, përkundrazi të gjithë dalim të fituar. Ai që apo ajo që e di këtë vlerën edhe fuqinë e bashkëpunimit kur nuk del i humbur, përkundrazi, gjithmonë e më tepër kemi nevojë për të marrë dhe për të dhënë me njëri tjetrin. Në fund jemi njerëz, edhe jemi qenie sociale dhe njeriu nuk mund të bëj dot i vetëm. As ne s'bëjmë dot vetëm, as të tjerë nuk bëjnë dot vetëm, kështu që lavdi Zotit ishte një si energji shumë e mirë e krijuar dhe i sugjeroj edhe organizatave të tjera që janë të qarkut të Korçës të marrin pjesë vitin e ardhshëm, sepse vërtet do mbeten të kënaqur nga i gjithë puna që do të promovojnë aty, por edhe nga ajo se çfarë mund të përfitojnë nga të tjerët, nga eksperiencat e organizatave të tjera. Si po ju mbështet Partners Albania? Ne jemi në 2 nisma me Partners Albania, më saktë tashmë e kemi mbyllur një projekt, ishim pjesë e projektit të tyre që është programi i shkëmbimit të OIF-ve dhe nëpërmjet saj ne patëm mundësinë që të zhvillojmë dhe të rrisim kapacitetet tona si organizat. Gjithashtu duke marrë edhe shembullin e mirë nëpërmjet organizatave që janë shumë të fuqishme, por jo vetëm, por edhe institucioneve shtetërore, duke krijuar gjithë këtë pjesën e networkut. Ajo se çfarë evidentojmë ndër vite si shoqëri civile dhe jo vetëm është fragmentarizimi i yni. Pra ne nuk mund të funksionojmë dot më vete, nuk mund të funksionojë secili të themi në thonjza si qeveri më vete. Ne duhet të funksionojmë të gjithë së bashku sepse qëllimet janë të njëjta, funksioni yni përbashkët si shoqëri civile është të bëjmë një shoqëri më të mirë për veten tonë, por edhe për brezat që do të vinë më pas. Kështu që i gjithë funksioni i programit të shkëmbimit OIF-ve ishte krijimi i networkut, i një rrjeti të madh për të dhënë dhe për të marrë me njëri tjetrin dhe gjithashtu kanë lindur dhe ide dhe iniciativa nga ky program në bashkëpunim me organizata të tjera. Për sa i përket pjesës së nismës, ne kemi ndërmend të ndërmarrim shumë shpejt, domethënë jemi në procese sipër një nismë advokuese dhe lobuse që ka të bëjë kryesisht me çështjet mjedisore. Duam të ndërgjegjësojmë edhe të japim një kontribut për pjesën e përdorimit ose më mirë të themi zbatimit të ligjit për mos përdorimin e plastikës, edhe kryesisht qeseve plastike në biznese të ndryshme, qoftë edhe në markete, në dyqane, por edhe vetë qytetarë në radhë të parë duhet të ndërgjegjësojë, secili prej nesh duhet të bëj pjesën e vet, domethënë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj një lajm tjetër shumë i mirë që doja të ndaja me ju është shumë i freskët fare. Lajmi tjetër është që ne kemi marrë një iniciativë në bashkëpunim me shkollën 9-vjeçare të Zvezdës. Këtu gjej rastin të falenderoj shumë për bashkëpunimin edhe zëvan e Maliqit, drejtuese në saj, Gentiana Drabo, por edhe njëkohësisht edhe drejtuesen e shkollës 9-vjeçare të Zvezdës, zonjën Albina Sheme, mos gaboj. Ndjes për mbiemrin, sepse unë jam keq me emrat. Dhe ne kemi ndërmarrë një nisëm, sigurisht ka ardhur si nevojë e komunitetit, ka ardhur si nevojë e shkollës për të pasur një klasë arti dhe inovacioni gjithashtu, dhe ne nëpërmjet programit Smile Albania kemi aplikuar dhe ideja jonë është të shpallur fituese për pjesën e zhvillimit të një klase arti për të gjithë vajzat dhe djemtë e talentuar që ka komuniteti i shkollës Zvezdës. Sigurisht që do të jetë një klasë jo vetëm për ta, por duke pasur parasysh që shkollat kanë edhe programin e tyre si qendra komunitare, mund të shfrytëzohet shumë mirë edhe nga pjesa tjetër e komunitetit. Dhe në fakt mua pak më parë më lindi një pyetje, ti e solle më së miri shembullin e bashkëpunim që keni me shkollën 9-vjeçare në Zvezdë. Si jeni duke bashkëpunuar më tej me shkollat, qoftë edhe për nismën tuaj për sa i përket ndërgjegjësimit kundrejt përdorimit të plastikës, edhe a jeni duke përfshirë edhe nxënësit, se le të mos harrojmë përbëjnë një pjesë të konsiderueshme dhe të rëndësishme të komunitetit. Absolutisht. Unë e thash edhe në fillim të kësaj bisede që të rinjt janë kryesisht të rinjt, jo vetëm të rinjt, por gjithë komuniteti, por kryesisht të rinjt, duke qenë se janë energjia rinore, ai motorri i famshëm që mban më shumë të ndezur gjithë adrenalinën e punës.
Janë absolutisht kryefjala e gjithë punës sonë dhe qëllimi ynë është që vetë të rinë të sjellin nevojat e tyre, të sjellin zërin e tyre dhe të sjellin ata frymën që duan të përcjellin tek të tjerët dhe sigurisht që çdo projekt është përkthimi i nevojave që ka vetë komuniteti. Ne nuk mund të punojmë, asnjëri prej nesh nuk mund të punojë dot pa ditur edhe pa njohur nevoja që ka komuniteti. Për shembull me shkollën e Zvezdës ka ardhur si nevojë e Ka ardhur kërkesë e tyre. ka ardhur si nevojë e tyre, ne kemi pasur një bashkëbisedim me ta dhe ka ardhur si nevojë për të zhvilluar pjesën artistike, kryesisht të artit pamor dhe jo vetëm, por ne për momentin jemi duke u ndarë me faza, sepse projekti është i tillë, jemi duke ndarë me fazën e parë, me pjesën e plotësimit me materiale që i përkasin artit pamore dhe gjithashtu duke plotësuar edhe disa materiale të tjera që do dojë edhe për të kompletuar dhe për të arreduar klasa e artit. Por sigurisht dhe më pas do kemi punën tjetër, fazën tjetër për pjesën e plotësimit edhe për inovacion. Dhe sigurisht që në fund të gjithë këtij projekti, qëllimi ynë është që ata të rinj të cilët janë të talentuar, kanë mundësinë që të zhvillojnë nëpërmjet e orës, jo vetëm orëve që kanë në dispozicion orëve të mësimit, por edhe jashtë orëve të mësimit ta shfrytëzojnë këtë ambient për të zhvilluar artin e tyre dhe për të gjetur atë oazin e tyre të talentit edhe për të përkushtuar një ore pasdite ose një ore që ata duan ta zhvillojnë talentin e tyre më tepër se sa të tjerë, sepse sigurisht vajzat e djemt të cilët janë të talentuar në një drejtim të saktuar kanë nevojë për më shumë hapësira. Dhe ky është qëllimi, krijimi disa hapësirave që ata të mund t'i shfrytëzojnë në funksion të zhvillimit të talentit të tyre. Sikurse është ky projekt në lidhje me zhvillimin e talentit të rinjve nëpërmjet një hapësire të dedikuar për ta, ashtu vijnë dhe projekte të tjera që vijnë nga vetë nevojat që kanë në komuniteti. Për momentin jemi duke folur për të rinj, por gjithashtu me fokusin që kemi, jemi të orientuar kundrejt çdo target grupi, çdo mosha. Dhe sigurisht jemi gjithë përfshirës dhe gjithmonë jemi në kontakt me komunitetin për të pritur kërkesat e tyre dhe si mund të bashkëpunojmë dhe si mund të gjejmë edhe burimet financiare, sepse në fund ditës janë disa burime financiare që nëpërmjet projekteve ne synojmë që të japim impaktin e duhur. Do të shkëpullemi sërish për një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Shkëmbi i Shpëtimit. Shkëmbi i Shpëtimit i Zotit frymëzim ti o Zoti mje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi i shpëtimit i Zoti mje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zoti mje, yti gjithmonë shpëtimit i Zotit mje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zoti mje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi i shpëtimit i Zotit mje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zoti mje, yti
Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi së bashku me Xhenin. Xheni, a mund të na tregosh se çfarë ju ofroni të rinjve në mënyrë që ata të bëjnë pjesë organizatës suaj Act Think Center? Faleminderit sërish Kristina, sepse këto pyetje që më ke kapur sot janë vërtet shumë me rëndësi. Ne ftojmë të gjithë të rinjt e komunitetit të Bashkisë së Maliqit, por jo vetëm në fakt, por kryesisht të rinjt që janë pjesë e Bashkisë së Maliqit, bëhen pjesë e organizatës Act Think Center për të gjetur aty aktivizmin. Ata do të kenë mundësi që të marrin trajnime nga ne edhe nga partnerët tanë për të zhvilluar kapacitetin e tyre. Trajnimet do të jenë të vazhdueshme, workshope, do të kenë mundësi që të marrin pjesë në për programe shkëmbimit, të cilat do të zhvillohen dhe po zhvillohen aktualisht brenda Shqipërisë, por dhe jo vetëm, dhe do kemi dhe trajnime me partner jashtë vendit, dhe gjithashtu do të kemi mundësinë që nëpërmjet angazhimit të tyre të ndikojmë në komunitet, si dhe vetë ata do të kenë nesër pas nesër një CV shumë herë më të pasur, do të jenë shumë më të përgatitur për tregun e punës, dhe mundësia e tyre është që të promovohen nëpërmjet organizatës Act Think Center. Sigurisht më të mirë ne duam t'i mbajmë për vete, por gjithmonë në bashkëpunim me partnerët e tjerë, sepse të rinjt siç e dim lëvizin, nuk mund të qëndrojnë gjatë kohës në një vend, shkojnë student, qoftë në Tiranë ose duan të zhvillohen, të investojnë tek vetja patjetër. Në momentin që një njeri hyn në familjen e Act Think Center, ai do të mbetet gjithmonë pjesë e familjes, pavarësisht se ku shkon. Domethënë dhe ne do ta ndjekim hap pas hapi, pavarësisht se ai mund të zgjedh të jetojë diku tjetër ose të ketë një veprimtari diku tjetër, gjithmonë derën do ta ketë hapur për çfarë do lloj gjëje që do t'i duhet në mbështetje të karrierës dhe zhvillimit të tij apo të saj. Kjo është e para për sa i përket pjesës së zhvillimit të talenteve. Ne aktualisht jemi duke konceptuar edhe klubet nëpërmjet të cilave ne mendojmë që të rinjt mund të përfshihen më lehtë, duke qenë se jo të gjithë janë të prirur për diçka të caktuar. Ne jemi shumë dimensionësh, domethënë çdo njeri ka talentin dhe aftësitë e tij, dhe sigurisht të bashkuar pranë një klubi të caktuar do kemë mundësi që të zhvillojmë më tepër talentin, aftësinë e tyre, por edhe njëkohësisht të adresojnë edhe çështjet e komunitetit dhe të zhvillojmë më pas aktivitete të dedikuara për çështjet që ne i diskutuame në fillim të herës. Pra, gjithmonë vijnë edhe ide dhe mundësi të tjera me kalimin e kohës, por ajo që është kryefjala jonë është mbështetja absolute në çdo moment, pavarësisht se sa ata do jenë, nuk mendojmë, ne nuk pretendojmë t'i mbajmë aty gjatë gjithë kohës. Ne duam që të rinjt që angazhohen të zhvillohen, dhe sigurisht do jemi dhe në momentin kur ata të arrin majën, do jemi aty për t'i duar trokitur, për të thënë që gëzuar për suksesin. Duke gëzuar për suksesin e tyre, absolutisht. Dhe kjo është diçka me të vërtet shumë pozitive për të mbështetur mbi të gjitha njëri tjetrin. Duke qenë se po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, në kuadër të gjithçkaje që ju na keni prezantuar, cili do të ishte një mesazh për dëgjuesit e Radio Emanuel? Unë ju përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radios Emanuel, ju falenderoj juve si media për faktin që jepni zë gjithmonë nismave në zhvillim të komuniteteve. Është një aset shumë i madh. Ne duke qenë lokalitet nuk e kuptojmë shumë, edhe duke njohur edhe njëri tjetrin e marrim ndonjëherë si të mirëqen, por në fakt nuk është kështu. Ndihma që japim njëri tjetrit duhet vlerësuar shumë, dhe unë e vlerësoj shumë partneritetin me ju, e vlerësoj shumë bashkëpunimin me ju ndër vite tashmë. Jemi gjithmonë të hapur për të. Edhe ju falenderoj ju vajza, falenderoj drejtuesit tuaj për faktin që jepni një zë i fuqishëm i komunitetit në tërësi për gjithë komunitetin e qarkut Korçës. Sigurisht që bashkëpunimi është i rëndësishëm, edhe sikurse e thash, edhe dua ta ripërsëris sepse është bërë edhe si një pjesë e motos son, që nga bashkëpunimi nuk del askush i humbur, përkundrazi të gjithë dalim të fituar, dhe në fund të ditës japim kontributin dhe vendosim atë gurin ton në mozaikun e shoqërisë son. Pra bëjmë atë pjesën tonë. Ideja është që atë pjesë që kemi ta bëjmë mirë, domethënë një pjesë të japim kontributin ton për aq sa mundemi, por për aq sa mundemi ta bëjmë mirë rolin ton, ta luajmë mirë rolin ton. Dhe ju si media po e luani shumë mirë rolin tuaj dhe ju përgëzoj shumë për këtë. Faleminderit. Falenderojmë. Xhenit, falenderojmë jo vetëm për fjalët e mira, por për gjithçka që ndave. Me ne në studio është gjithmonë kënaqësi të të kemi, je shembull dhe model për gjithë të rinjt dhe je gjithmonë e mirëpritur. Faleminderit shumë. Ju urojmë suksese në nismat tuaja më të fundit në
Gjithçka që organizata juaj ka ndërmarrë për të realizuar. Turojmë gjithashtu një ditë të mbar në vazhdim. Në këto momente ndjekim këngën I bekuar nga Mirela Zefi. Rikthehemi pas pak. I bekuar